Sipas një studimi të vitit 2013 botuar në revistën shkencore Genome Biology, qelizat e pjesës së kraharorit, qafës dhe gjokësit fillojnë të plaken 2 apo 3 vjet më herët se çdo pjesë tjetër e trupit. Duke qenë se lëkura në këtë pjesë të trupit është më e hollë, ajo arrin të dëmtohet më lehtë. Prandaj, ju thjesht duhet të bëni kujdes me ushqimet që konsumoni dhe sigurisht mund ta ngadalsoni këtë proces duke përdorur ndoshta rregullisht krem mbrojtës kundra rrezeve të diellit rregullisht. Ndërsa zona e dytë që plaket më shpejt është pikërisht zona përreth syve, sepse lëkura rreth syve është shumë e hollë e sipërpasoj ka tendencën të rrudhet më shpejt. Vijat e holla të rrudhave shfaqen sipari në këtë zonë duke ndihmuar dhe nga shprehjet e fytyrës dhe lëvizja e muskujve dhe ne sigurisht mund të kemi mundësi të mos i shfaqim emocionet tona për të shmangur krijimin e rrudhave, por ama duhet të filloni ndoshta një krem antirrudh në moshën e përshtatshme dhe sigurisht duhet të pini sa më shumë ujë dhe patjetër të eliminoni ushqimet e panevojshme.